Thoni lamtumirët diabetit pa ndonjë ilaç. Hani këto 12 ushqime. Hiperglicemia është e zakonshme te njerëzit me diabet dhe nëse sheqeri i lartë në gjak nuk trajtohet për një kohë të gjatë, mund të dëmtojë nervat, enët e gjakut, indet dhe organet në përgjithësi. Hiperglicemia e rëndë mund të çojë gjithashtu në ndërlikime akute të rënda dhe kërcënuese për jetën. Kateocidoza dhe veçanërisht te njerëzit me diabet që marrin insulinë ose te njerëzit që nuk janë diagnostifikuar para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe diabetin e tipit 1 ka në pjesë të dietës së tyre. Sheqeri i lartë pa diabet mund të menaxhohet më mirë, por duhet të tregoni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi çdo gjë që konsumoni ka ndikime të drejtpërdrejta në çështjen tuaj shëndetësore, në përmirësimin ose edhe në përkeqësimin e situatave. Kushdo që përjeton glukozë të rritur në gjak, madje edhe njerëzit që nuk kanë diabet dhe kanë efekte të ngjashme me ato të sulmeve të sheqerit. Për shumicën e njerëzve pa diabet, diapazoni normal i glukozës në gjak është midis 70 mg për decilitër dhe 100 mg për decilitër midis vakteve. Ky diapazon quhet niveli i glukozës në gjak SL. Edhe pa diabet nuk është e pazakontë që nivelet e glukozës në gjak gjithashtu të jenë edhe një zgjidhje mjaft e mirë për të mbajtur përmes një diete të duhur. Pas ngrënies, trupi ka më shumë glukozë. Një pjesë e glukozës përdoret më njëherë dhe pjesa ruhet për më vonë, ndërsa trupi përpunon këtë furnizim të ri me energji. Ajo qarkullon në të gjithë trupin tuaj. Niveli i glukozës në gjak pas një vakti quhet niveli i glukozës në gjak pas ngrënies. Për njerëzit pa diabet, një lexim i tipit të glukozës në gjak pas ngrënies është rreth 140 mg për decilitër ose më pak, rreth 2 orë ose pas një vakti. Simptomat e sheqerit të lartë në gjak te njerëzit me diabet mund të jenë nga më të ndryshmet, siç mund të jenë edhe etje e shtuar ose uri e madhe, urinim i shpeshtë dhe i pakontrolluar, dhimbje të kokës, shikim i turbull, simptomat e hiperglicemisë afatgjatë janë lodhje, humbje të peshës, infeksione dhe probleme të lëkurës, shërimi ngadaltë i prerjeve dhe i plagëve. Simptomat e sheqerit të lartë te njerëzit që vuajnë nga diabeti nuk duhet të neglizhohen. Mund të vini re gjithashtu një rritje të energjisë ose vigjilencës, por kjo ndjenjë është jetë shkurtër. Por cilat janë ushqimet, të cilat sipas ekspertëve të Healthline mund të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak dhe ulje në mënyrë të kontrolluar të tyre. Ushqimet që ju shtoni në dietën tuaj luajnë një rol të mirë mbrojtës në nivelet e qëndrueshme të sheqerit në gjak. Opsionet që kanë më pak karbohidrate dhe shumë fiber, proteina dhe yndyrna të shëndetshme mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe kontroll më të mirë të oreksit. Shtimi i ushqimeve të tilla si qiqrat, manaferat, faraçia, mollë dhe vezët e zira mund të jenë një dietë e dobishme në uljen e niveleve të sheqerit në gjak pas një vakti. Këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj për menaxhimin e problemeve të sheqerit të lartë. Bajamet. Arrat si bajamet përmbajnë yndyrna të shëndetshme dhe të pangopura, të cilat sipas ulëntimeve ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, duke kufizuar rezistencën ndaj insulinës. Mollët. Mollët janë një frut i ëmbël me indeks të ulët glicemik që nuk shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Fibrat tek mollët nuk e rrisin sheqerin në gjak si karbohidratet e tjera. Ngrënia e një molle përpara një vakti mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, veçanërisht te njerëzit me intolerancë ndaj glukozës, e cila është një shenjë prediabetit ose diabetit që shoqërohet me sheqer të lartë në gjak. Qiqrat. Bishtajore të tilla si qiqrat janë të pasura me nivele të mira të proteinës që mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak gjatë vakteve. Një dietë me indeks të ulët të glicemisë e pasur gjithashtu edhe me bishtaja mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak te njerëzit me diabetin e tipit 2 dhe të përmirësojë gjithashtu edhe kontrollin e përgjithshëm të sheqerit në gjak. Por më tepër, qiqrat kanë gjithashtu edhe shumë përfitime. Ato janë të pasura me proteina më shumë se bishtajat e tjera,
duke dhënë rezultate mjaft të mira në luftën kundër efekteve të karbohidrateve dhe sheqerit në gjak, duke ju ndihmuar të menaxhoni më lehtë shëndetin tuaj dhe t'i bëni ballë këtyre komplikacioneve. Kokoshkat gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj. Si drithrat e plota, kokoshka shoqërohen gjithashtu edhe me një kontroll më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi i drithrave të plota, siç janë kokoshkat pa gjalp dhe yndyrnat e shtuara, mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak pas një vakti. Ulontimet tregojnë gjithashtu se një dietë e pasur me drithra të plota mund të ndihmojë në uljen e riskut dhe zhvillimit të diabetit të tipit 2. Vezët e zira fort mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Vezët e zira fort janë një meze ideale për kontrollin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me proteinë dhe me një përmbajtje të kufizuar të karbohidrateve. Ky kombinim i lëndëve ushqyese ndihmon në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak dhe lejon një ndjesi ngopjeje më të gjatë. Disa studime tregojnë se ngrënia e një veze të madhe të zierë fort në ditë mund të zvogëlojë riskun e diabetit të tipit 2. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe konsumin e farave chia. Farat chia përmbajnë fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme, lëndë ushqyese kyçe për kontrollin e sheqerit në gjak dhe të oreksit. Farat chia kontribojnë ndjeshëm në ndjesinë e ngopjes për një kohë më të gjatë. Manaferat. Ndërsa frutat e tjera si bananet mund të shkaktojnë një rritje të sheqerit në gjak, manaferat mund të ndihmojnë në përmirësimin e këtij niveli pas një vakti. Ullinjt. Ullinjt janë një mundësi e shkëlqyer për të ruajtur nivelin e sheqerit në gjak sepse janë një ushqim me indeks të ulët glicemik dhe pak karbohidrate. Ato përmbajnë yndyrna të shëndetshme që ruajnë nivelin e energjisë dhe mbështesin ndjeshmërinë e përmirësuar në insulinës, e cila ndikon në kontrollin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, yndyrnat e shëndetshme të ullinjve ndihmojnë në ngadalësimin e tretjes, e cila ngadalëson në thithjen e karbohidrateve. Parandalon një rritje të papritur të sheqerit në gjak, ofron ngopje më të gjatë. Kosi. Kosi i përgatitur vetë në shtëpi njihet si një burim i pasur i proteinave. Zgjedhja me pak yndyrë dhe pak sheqer të shtuar mund të jetë një ushqim ideal për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Për të parandaluar rritjen e sheqerit në gjak, kombinoni proteina si vezët, mishin, peshkun ose kosin, me ushqime me përmbajtje të yndyrnave dhe të fibrave, si zarzavatet me gjethe, avokadot, arat, farat, bishtaja dhe manaferat. Mund të jenë përzgjedhje mjaft të mira ushqyese për dietën tuaj të rregullt. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit ndryshe mund të quhet balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL që është të parë të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme dhe të mbani nën kontroll komplikacionet. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasura me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë më lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e sheqerit në gjak. Brokoli. Brokolini tashi është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizimit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni kanellën. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë kolesterolin dhe nivelet e triglicerideve. Ushqimet e gjelbra. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera dhe me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura me vitaminën C, që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë të gjakut. Nëse vuani nga luhatjet e papritura të sheqerit në gjak, mos hiqni dorë nga medikamentet dhe konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët Healthline. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.